Gazetari Ertan Hoxha komenton emrat në listat e kandidatëve për deputet të dy partive kryesore në vend, PS e PD. Hoxha thot se me listat e Partisë Socialiste Rama ka futur njerëz që mund të jenë ose janë target i hetimeve të SPAK. Sipas tij, Rama mori në mbrojtje njerëz të besuar, të cilët nëse SPAK do të veprojë, do t'i godas para ditës së zgjedhjeve. Rama ju ka dhënë një mbrojtje dhe garanci disa njerëzve që i sheh të rëndësishëm. Ka bërë një spastrim brenda strukturës së PS-s. Ato që ai e quan gjak i ri, më tepër është supost. Më para PS i merrte të rinj nga fresh, ishin të trajnuar, ishin në strukturat e partisë, dinin prioritetet. Tani sajoi deputeti që duam dhe ka futur një pjesë të emrave që nuk janë përfaqësues. Ka marrë nga LSI, nga PD, nga ata të 21 janarit, ka marrë kryetar bashkie. Rama ka futur aty ministrat e inkriminuar që nga 184 e Dibrës, në vend që të godiste ata që mund të jenë target i hetimeve të SPAK, që janë, ta them me garanci, janë dosje që i njoh nga brenda. Vetëm dosja 184, Toyota Yaris, metamorfoza, art, nëse i teket SPAK-ut, nuk do çuditesha që t'i kpus një 4-5 i ka aty. Me sa duket këta janë njerëzit më të besuar që kanë qenë të devotshëm dhe kanë firmosur çfarë u ka kërkuar Rama, por ka goditur strukturën e PS-s. U deputet që kanë kontribuar u kanë ndërprer karrierën edhe pse te PS askush nuk flet. I ka futur në listat mbyllura, i ka garantuar mbrojtje, ka çuar në listë hapur personalitetet e PS-s. Aty ka emra që nëse SPAK do veproj mund t'i godas para datës së zgjedhjeve. Unë mendoj që duhet ta bëj duke qenë se Rama nuk e bëri, thot Hoxha.